je në Maldive, këtu ju nevojitet një tualet, çfarë ju nevojitet, apo një lavaman. Keni vendosur të vini në Maldive. Kujdes kur të zgjidhni ishullin lokal, sepse jo të gjitha janë të bukura si në kartolin dhe Instagram. Dua të shkojmë së bashku t'ju tregoj një gjë këtu. Ky është ishulli 5 që vizitoj në Maldive dhe sinqerisht është një nga ishujt që e heq nga lista për të vizituar. Kjo është rruga që të çon në plazh, në fakt të gjithë rrugët këtu të çojnë në plazh, ishulli është shumë i vogël. E shikoni se çfarë ka aty. Ti je në Maldive, këtu ju nevojitet një tualet, çfarë ju nevojitet, apo një lavaman. Kjo është një nga gjërat më të shpifura që mund të shikosh në këtë vend, dhe me një natyrë kaq të bukur, realisht të vjen keq të shikosh kaq shumë mbeturina, dhe kjo nuk është pjesa e vetme. Shikoni malin që keni këtu me mbeturina. Shikoni se si është. 5 kam parë nga këta ishujt, por në këtë farfeje nuk kam parë asnjë deri tani. Këtu është deti, e këtu ne kemi një mal me mbeturina. Flasim pastaj edhe për ndërtesat. Shikoni këtu çfarë pamje që me të vërtetë të vret syri.